billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbolimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Ndërkaq salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, çdo herë dhe pa ndërprerje, ja adresojmë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë të nderuar, pas një pauze bukur të mirë, por të këndshme të Ramazanit, vazhdojmë me serinë e ligjëratave tona të përjavshme rreth mësimeve madhështore që nxirren nga ngjarjet kuranore. Shumicën e ngjarjeve kuranore i kemi trajtuar, jemi munduar që t'i përmbahemi përshkrimit kuranor që Zoti ja bën përmes ajeteve direkte apo indirekte që aludojnë në ngjarje të caktuara. Pastaj edhe jemi munduar që gjithashtu të asociojmë edhe përmes disa haditheve autentike që e stolisin edhe më tepër ngjarjen e caktuar, dhe tani më kemi filluar të flasim për ngjarjet që kanë të bëjnë me betejat e zhvilluara mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. E kemi përfunduar betejën e Bedrit, pastaj betejën e Uhudit dhe kemi arritur në betejën e Hamraul Asad. Është quajtur kësaj në bazë të vendit ku është synuar që të zhvillohej kjo betejë, por që fatmirësisht nga mençuria dhe strategjia e mrekullueshme e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam u fitua kjo betejë pa pasur nevojë që të derdhet asnjë pikë gjaku. Pas kësaj beteje, Kurani e përmend një betejë tjetër. Një betejë të karakteristike dhe shumë të rëndësishme për historinë islame, që është betejja e Hendekut. Është quajtur kësaj për shkak të karakteristikës më të veçantë të kësaj beteje, që ka qenë Hendeku, të cilin e kanë hapur besimtarët, por gjithashtu njihet edhe si betejja e El Ahzab, e grupacioneve apo e partive jo muslimane, ku janë bërë bashkë, kanë bërë aleancë mes vete dhe kanë dashur që t'i shfarosin muslimanët një herë e përgjithmonë. Se si është zhvilluar kjo betejë? Fillimisht kjo ka ngjarë në muajin e Shawal, pikërisht në muajin në cilin edhe jemi ne, pas Ramazanit, në vitin e 5 të Hijretit. Disa prej qifutëve të Medinës, nga xhelozia e madhe kundrejt Muhammed Mustafas alayhi salam dhe muslimanëve, të cilët tani me të arritur në Medinë, ja morën primatin edhe politik edhe ekonomik jehudëve, e shtrin ndikimin e tyre të përgjithshëm në Medinë, atëherë ata nuk mund të rrinin qetë. Historikisht, sa herë që atyre u janë penguar projektet e tyre, ata me njerë kanë ndërmarrë masa, por fatkeqësisht i kanë ndërmarrë në mënyrën më të keqe të mundshme. Çfarë bëjnë jehudët? Dy prej tyre si më të shuarit, njëri prej tyre quhej Hayy ibn Akhtab dhe tjetri Ka'b ibn al-Ashraf. Shkojnë tek paria Mekase, konkretisht tek Ebu Sufjani dhe gjithë ata që e rrethonin, dhe i ofrojnë aleancë bashkëpunimi në mënyrë që t'i luftonin muslimanët. Por Ebu Sufjani së bashku me parin Mekase nuk i besuan ata. Pra nuk mund t'i merrnin si besnik në atë që e thonin, saqë i thanë atyre ne nuk mund t'ju besojmë juve derisa ju jeni më afër Muhamedit me fe se sa jemi ne. Ne jemi udhëtar, ju jeni ehli kitab. Atëherë ata thanë, çfarë mund bëjmë ne që ju të na besoni neve? Mushrikët e Mekës thanë, ju duhet t'i bini në sejdë idhujve tanë, në mënyrë që ne t'ju besojmë. Edhe ashtu vepruan. Ranë në sejdë, vetëm që ata t'i besonin në këtë projekt, sepse e kanë parim qifutët që qëllimi i arsyeton mjetet edhe veprimet. Çfarëdo që t'jetë nevoja për me bë, nëse atyre u realizon qëllimin, ata duhet me vepru. Nëse është pyetje me vran njerëz, vrasin njerëz, sikurse po e shohim tani. Nëse është pyetje me bëj idhujtari, bëjnë idhujtari. Për këtë arsye Allahu ka zbritur ajetin kuranor: "Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut." Ai ke vrejt jo Muhammed ata të cilëve u është dhënë një pjesë e librit,
pra një pjesë e shpallës, që nënkuptohen qifutët, të cilët yu'minuna bil gjibti wa tagut, besojnë në idhuj edhe në djallëzi. Tagut është çdo gjë që adhurohet krahas Allahut madhrishëm. Dhe Allah e ka zbritur këtë ajet pikërisht për sejdën që ja kanë bërë idhujve. Pra, vetëm e vetëm që ata mi bind mushrikët e Mekës për me kriju aleancë me qifutët për me luftu Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, kanë rënë sejdë për idhujt e mushrikëve të Mekës. O yaquluna lil ladhina kafaru, edhe thonin për mohuesit, pra për jo besimtarët, haulai ahda min alladhina amanu sabila. Se ata janë më të udhëzuar në rrugën e tyre se sa besimtarët. Sepse Ebu Sufjani i kishte pyetur ata në mënyrë të drejtë për drejtë. A mendoni ju se ne jemi në rrugë të drejtë, ne jemi më të udhëzuar apo Muhamedi? Ata për të realizuar qëllimin e tyre thanë, ju jeni më të udhëzuar se sa Muhamedi, pra se sa besimtarët në përgjithësi. Pastaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam në anën tjetër ishte duke e zhvilluar jetën normale në Medinë, po këndej qifutët e Medinës, duke udhëhequr nga këta dy figura, jashtëzakonisht liga të historisë së tyre, ata fillonin që të krijonin aleancat shumëta, nuk mjaftoheshin vetëm me mushrikët e Mekës, por shkuan edhe tek fiset e shumta arabe, sidomos tek fisi Ghatafan. Fisi Ghatafan ishte për fisëve më të fuqishme edhe më të mëdha në numër, kishin ushtarë shumë. I binden edhe ata që të hynin në aleancë. Pastaj shkuan tek disa fise tjera. Shumicën prej tyre i bindën që gjithashtu të merrnin pjesë në këtë aleancë kundër muslimanëve. Edhe e lanë takimin në një vend që quhet Lugina Dhahrawan, që është diku 40 kilometra larg Mekës, për të bërë bashkë gjithë edhe për të nisur drejt Medinës për të luftuar muslimanët. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte dëgjuar për një gjë të tillë. Dhe menjëherë filloi që t'i mblidhte sahabët e tij, sidomos ata që i kishte më të afërt, edhe të cilët zakonisht i konsultonte për çështjet e rëndësishme të ummetit. Filloi edhe i mori mendimet e secilit prej tyre se çfarë vepronin në këtë rast. Gjithë dhanë mendimet e tyre, por mendimin më të mirë e dha Selman el-Farisi, sahabiu i nderuar që kishte origjinë perse. Ai tha: "Ja Rasulullah, ne kur luftonim kundër armiqve tanë në Persi, sa herë që na rrethonin armiqtë tanë, hapnim hendeqe. Dhe kështu e pamundsonim qasin e tyre ndaj nesh dhe kishim mundësi që të sulmonim lirshëm kundër tyre." Pejgamberi i Zotit alayhi salatu wasalam tha: "Ky është mendimi më i mirë." Edhe e mori përsipër dhe dha urdhër që menjëherë të fillonin edhe ti gjurmonin apo të groponin në hendeqe. Normalisht duhet të krijohej një hendek bukur i madh, në mënyrë që të pamundësonte kalorësve të Mekës që ata ta kalonin lehtësisht këtë hendek. Ashtu dhe filloi. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam u gëzua shumë nga përgjigjja e menjëhershme e sahabëve, siç zakonisht edhe vepronin, të cilët filluan të hapnin hendekun. Sa që Imam Bukhariu e tregon apo e shënon në hadithin që gjendet në koleksionin e haditheve të sakta të tij, që transmetohet nga sahabiu i nderuar El-Bara radhiyallahu anhu, i cili thot: "Lamma kana yawmul ahzab", kur ishte dita e aleancës së kufarëve kundër muslimanëve, pra dita e hendekut, "wa khandaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam", edhe filloi pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam së bashku me sahabët me hap hendekun, "ra'aytuhu yanqulu min turabil khandaq", e pash vetë unë me sytë e mi, teksa po merrte prej dheut që e groponin edhe e nxirrnin nga hendeku, dhe tha: "Hatta wara anni at-turab gjildete batnihi", derisa pluhuria ja mbuloi barkun e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte kathiru sha'r, kishte shumë çime në barkun e tij. Yartajizu bi kalimati Ibn Rawaha, i cili përshpëriste disa prej fjalëve të Ibn Rawahas. Cilat ishin këto fjalë? Pra duke punuar i thonte këto fjalë: "Allahumma laula anta mahtadayna", o Allah, po të mos ishe ti, ne nuk do të udhëzoheshim. "Wala tasaddaqna wala sallayna", as nuk do të jepnim sadak, as nuk do të faleshim.
فأنزلنا سكينة علينا andaj zbrit qetësi tek ne wa thabbit al-aqdama in laqayna edhe përforcoi këmbët tona pra na jep qëndrueshmëri kur ballafaqohemi me armiqstan. Innal ula qad baghaw alejna sepse të parët tan duke aluduar tek paria mekase ata u rebeluan kundër nesh për na armiqsojnë wa in aradu fitnatan abayna nëse kërkojnë të lashe atë do ta gjejnë. Pra nëse ata dëshirojnë ballafaqim me ne, padyshim që ne nuk do të themi jo. Sa që thot sahabiu nderuar Al-Bara, thumma yamuddu sallallahu alaihi wasallam sawtahu bi akhiriha. I zgjaste fjalët e tij të fundit, pra pas çdo poezie që thonte, e që kjo poezi nuk ishte e tija, i zgjaste në fund. Pra i jepte një bukuri në tingëllim. Për shembull, kur lexohet kjo, lexohet kësaj: Allahumma laula anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna. Kësaj kryesisht recitohen poezit në gjuhën arabe. Pastaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam u jepte moral, u jepte motiv sahabëve të tij teksa i shihte se si po lodheshin dhe ishin të uritur sepse nuk ishte e lehtë që të hapej ai hendek. Dhe këtë shënon Imam Buhariu, i cili në koleksionin e haditheve të sakta të tij transmeton nga sahabiu i nderuar Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili ka thënë: "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Khandaq." Ka dalur pejgamberi Allahut alayhi sallam në ditën e Hendekut, fa idha al-muhajiruna wal ansar yahfaruna fi ghadatin barida. Derisa muhaxhirët e Mekës dhe ansarët e Medinës po groposnin për të hapur Hendekun. Dhe këtë bënin në një mëngjes shumë të ftohtë, pra ishte shumë ftohtë. Falam yakun lahum abidun ya'maluna dhalika lahum. Ata nuk kishin sklever, robër që t'ju ndihmonin atyre dhe t'u kryenin këtë punë sikur se ishin për shembull familjet aristokrate, ku kryesisht punët fizike u kryenin skleverit. Falamma ra'a ma bihim min an-nasabi wal-ju'i qal. Kur e pa se sa shumë ishin lodhur dhe sa shumë ishin uritur, sahabët e nderuar tha: Allahumma innal 'isha 'ishu al-akhirah, faghfir lil ansari wal muhajira. O Allah, jeta reale, jeta vërtet është jeta e ahiretit. Andaj fali muhaxhirët dhe ansarët. Përmes këtyre fjalëve sahabët motivoheshin shumë, sepse këto fjalë nuk ishin fjalë të thjeshta, ishin fjalë të më të dashurit të Allahut, fjalë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sahabët, edhe pse ishin të lodhur, edhe pse ishin të raskapitur, të uritur, ata vetëm se e shtonin intensitetin e punës edhe më tepër. Saqë këtë fjali të bukur dhe motivuese i ia kthyen pejgamberit Allahut me disa fjali shumë të bukura, gjithashtu motivuese për Muhamedit alayhi salam duke thënë: Nahnu alladhina bay'u Muhammada 'ala al-jihad ma baqina abada. Ne jemi ata të cilët ja kemi dhënë besën Muhamedit, pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse do të qëndrojmë fuqishëm dhe stoikisht në xhihad, çdo herë në rrugën e Allahut Madhërisht. Pastaj ka ndodhur disa ngjarje, njëra pas tjetrës. Fillimisht ngjarja e kërkimit të lejes nga Abdullah ibn Omeri për me marrë pjesë në xhihad, në luftë, konkretisht në betejën e Hendekut. Nëse ju kujtohet, kur kemi folur për betejën e Bedrit dhe të Uhudit, kemi përmendur se si disa prej fëmijëve të sahabëve kanë kërkuar leje pe pejgamberit Allahut alayhi salam me marrë pjesë në xhihad. Ai ka refuzuar. Për atyre që i ka refuzuar ka qenë edhe Abdullah ibn Omeri, sepse kanë qenë shumë të vegjël. Edhe në Uhud njëjtë ka ndodhur, e ka refuzuar, e ka kthyr prej gjyqës rrugës. Ndërkaq në betejën e Hendekut kur ka ardhur, tashmë i kishte bë 15 vjet. Por ishte shumë i fuqishëm edhe ishte shumë i mprehtë Abdullah ibn Omeri. Edhe i kërkon leje të veçantë, thotë: "Ja Rasulullah, më lejo që të marr pjesë spaku në këtë betejë." Pejgamberi Allahut ja lejon, sepse tashmë ai kishte arrit një moshë, edhe pse ishte akoma i ri, nuk ishte më fëmijë sepse kishte hyrë në moshën madhore, por edhe i dinte mirë aftësitë e Abdullah ibn Omerit. Edhe pranoi një gjë të tillë. Pastaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, përpos që i motivonte me fjalë sahabët e tij, i motivonte edhe me vepër. Dhe këtë më së miri e dëshmon hadithi në Sahihun e Buhariut, që e transmeton sahabiu i nderuar Jabir ibn Abdullah, i cili ka thënë: "Kunna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm al-Khandaq." Ishim me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam në ditën e Hendekut, pra në luftën e Hendekut. Fa'aradat kudjetun shadidatun faja'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu.
Por gjatë gropimit, na doli një shkëmb shumë i madh, një gur shumë i madh. Askush nuk kishte mundësi që ta thente atë me kazm. Dhe shkuan tek pejgamberi Allahut dhe i thanë, sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi kudyatun aradat fil khandaq." Ky shkëmb i madh, ja Rasulullah, na është paraqit në hendek që e kemi hapur. Fa qala ana nazilun. Tha, unë po zbres dhe unë merrem me të. Thumma qama wa batnuhu ma'subun bi hajar. U ngrit ndërsa barku i tij ishte i lidhur me gur, nga uria e madhe që e përjetonte pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, kishte vendosur një gur të madh për m'ia lehtësuar dhimbjen e barkut. Wa labithna 3 ayamin la nadhuqu dhawqa. Edhe qëndruan kësaj 3 ditë radhazi pa shijuar as edhe një shije të vetme, pa ngrënë dhe pa pi asgjë. Pastaj tha, fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mi'wala fa daraba fi al-kudya fa 'ada kathiban ahil. Fa 'ada kathiban ahyal. Atëherë tha pejgamberi Allahut e mori edhe e goditi shkëmbin edhe u shprish, u qa. Ky është hadithi që e tregon përgjithsisht. Hadithi që e tregon pak më detajisht është hadithi që e transmeton apo shënon Imam Ahmedi dhe Nesaiu. Hadith ky që është me sened të mirë, hasan, nga sahabiu i nderuar Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, i cili ka thënë, "Lamma kana hina amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hafr al-khandaq aradat lana fi ba'd al-khandaq sakhratun." Ditën e Khandekut na u paraqit njëve në shkëmb i madh. La ta'khudhu fiha al-ma'awila. As kazmat nuk e thenin ata. Sado që jepnin nuk thehej. Ishte shumë i madh. Fashtakayna dhalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. U ankuan për këtë çështje tek pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Faja'a fa akhadha al-mi'wala fa qala. Erdhi vet, e mori kazmën edhe tha, "Bismillah." Fa daraba darbatan fa kasara thuluthaha. I mshoi me goditjen e parë, e çau 1/3 e gurit. Kjo tregon se pejgamberi Allahut ka qenë shumë i fuqishëm, sallallahu alaihi wasallam, pra më i fuqishëm se sa sahabët. Normalisht këtu përmendet gjithashtu edhe begatia e tij, bekimi i tij si pejgamberi Allahut, i cili me pak mund ka arritur shumë rezultate me lejen e Allahut. Në momentin që ka thënë bismillah, me njëherë ka dhënë rezultat bereqeti i kësaj fjale dhe njerit edhe bereqeti i pejgamberisë të tij si pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha, Allahu akbar, utitu mafatih ash-sham. Wallahi inni la absuru qusuraha al-humra as-sa'a. Tha Allahu akbar, më janë dhënë qelsat e Shamit. Pasha Allahun po i shoh kështjellat, kalat e Shamit tani këtë çast. Thumma daraba ath-thaniya, pastaj e goditi për herë të dytë. Fa qutiya ath-thuluth al-akhar, u qa pjesa tjetër, pra 2/3. Fa qala Allahu akbar, tha Allahu akbar, Allahu është më i madhi. U'titu mafatiha Faris, wallahi inni la absuru qasra al-madaini abyad. Tha pasha Allahun me dhënë qelsat e Persis, po i shoh kështjellat e Medainit tani në këtë çast, të bardha. Thumma daraba ath-thalitha, pastaj e goditi për herë të tretë. Wa qal bismillah, dhe tha bismillah. Fa qutiya baqiyat al-hajar, u qa pjesa e mbetur e gurit apo e shkëmbit. Fa qala Allahu akbar, dhe tha Allahu është më i madhi. U'titu mafatih al-Yaman, më janë dhënë qelsat e Yemenit. Wallahi inni la absuru abwab Sana'a min makani hadha as-sa'a. Pasha Allahun, un po i shoh vendin e shliruar të Sana'as tani në këtë moment dhe gjithë atë që gjendet në të. Kjo hadith tregon se si pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka motivuar edhe praktikisht me vepër sahabët e tij. Dhe në rastet më të vështira çdo herë ai ka qenë zgjidhja e problemeve. Dhe gjithashtu tregon se si Allahu i Madhërisëm jo vetëm që po i motivon praktikisht përmes pejgamberit ton dashur, sahabët e nderuar, por edhe po i motivon dhe po ju tregon, po i përgëzon se përmes jush do të çlirohen vendet më të fuqishme të asaj kohe, që kanë qenë Persia, që ka qenë Shami dhe gjithashtu edhe Jemeni. Vendet që kanë udhëhequr botën në atë kohë. Dhe kjo ishte e pabesueshme për sahabët, por nuk ishte e pabesueshme
për besimtarët e Allahut Madhërisëm. Pra ishte e pabesueshme në tingëllim, në dëgjim, por nuk ishte e pabesueshme në realitet, sepse atë po e thonte pejgamberi Allahut me premtim nga Allahu i Madhërisëm. Dhe kjo i motivoi edhe më tepër sahabët që të vazhdonin për të groposur dhe për të hapur hendekun. Pastaj ka ndodhur një keramet, ka ndodhur një gjë e jashtëzakonshme. Meqense ata nuk kishin çfarë për të ngrënë, çfarë për të pirë, sahabiu i nderuar Xhabiri që transmetoi hadithin paraprak, atëherë u prek shumë nga ajo që e pa pejgamberin Allahut që e kishte vendosur gurin në bark. Edhe kërkoi leje prej Rasulullahut dhe i tha: "Ja Rasulullah, a më jep leje me shku deri te shtëpia?" I dha leje pejgamberi Allahut dhe shkoi, dhe këtë po e tregon më së miri hadithi që transmeton vet ai, e që shënon Imam Buhariu, ku thot: "Qultu ya Rasulullah, idhan li ila al-bayt." Ja Rasulullah, më lejo që të shkoj deri në shtëpi. Fa qultu li imraati, i thash gruas time: "Ra'aytu bin nabi sallallahu alaihi wasallam shay'an ma kana fi dhalika sabr." Pash diçka tek pejgamberi Allahut që nuk mujta me duru, nuk mujta me përballu. Nuk tregoi se çka, por fjala ishte për gurin në bark. Fa indike shay, a ke diçka në shtëpi? Fa qalet indi sha'irun wa anaq. Tha kam elb edhe kam një dhit vogël. Fa dhabahtu al-anaqa, tha unë e thera më njëherë dhinë e vogël. Wa tahanat ash-sha'ir, ndërkaq ajo e bluajti dhe e përgatiti elbin. Hatta ja'alna al-lahma bil-burma, derisa e vendosëm mishin në tenxhere. Thumma ji'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pastaj erdha tek pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë wal ajinu qad inkasara wal burmatu bayna al-athafi. Në shtëpi vetëm se ishte prishur brumi dhe kishte filluar të digjej mishi. Pra për shkak të zjarrit shumë kishte ndodhur një gjë e tillë. Fa qultu tu'ayyimun li. Ja Rasulullah, pa kushim nga ana ime. Pra po du me të shërbim me pa kushim që më kanë qelluar në shtëpi nga ana ime. Faqum anta ya Rasulullah wa rajulun aw rajulan. Andaj ngritu ti ja Rasulullah me një apo me dy burra të tjerë, sepse nuk kishte shumë ushqim. Qala kam huwa, fa sa ke ushqim shtëpi? Fa dhakartu lahu, i tregova se sa realisht ka. Fa qala kathirun tayyib. Tha është shumë edhe është i begatshëm. Pra mjafton me lejen e Allahut. Qala sallallahu alaihi wasallam: "Qul laha la tanzi' al-burmata wala al-khubza min at-tanur." Thua i gruas sate që të mos e largoj tenxherën nga zjarri e as edhe bukën nga furra. Hatta atije, derisa të vijon. Fa qala qumu, edhe i tha pejgamberi Allahut gjithë sahabëve që i kishte aty afër, ngrituni të gjithë, me shku me ngranë bukë të Xhabiri. Fa qama al-muhajiruna wal ansar. U ngritën muhajirët dhe ansarët gjithë po shkojnë në drejtim të shtëpisë së Xhabirit për me ngranë bukë. Ky i ngrati s'ka pas ushqim më shumë se sa 2, eventualisht 3 persona. Falamma dakhala ala imra'atihi qal, kur hyri në shtëpinë e saj tha: "Wayhak", e pa që ishte prish brumi edhe ishte djeg ushqimi. I tha: "Mirë për ty çfarë pas ke bë?" Ka ardhur pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, ja'a an-nabi alayhi salatu wasalam bil muhajirin wal ansar wa man ma'hum, ka ardhur vet edhe i ka marrë muhajirët dhe ansarët dhe gjithë ata që kanë qenë me ta. Qalet: "Hal sa'alak", tha at ka pyet për ushqimin ton, sa kemi bë, çish kemi bë? Qultu na'am, i thash po, më ka pyet. Fa qala sallallahu alaihi wasallam, tha pejgamberi Allahut: "Udkhulu wa la tadaghatu." Pi thot sahabëve, muhajirëve dhe ansarëve, hyni në shtëpi e mos u shtyni se shumë veta. Fa ja'ala yaksiru al-khubza wa yaj'alu alayhi al-lahma. Ta filloi ta shpërndante ushqimin, bukën, dhe mbi çdo copë buke e vendoste pak mish. Wa yaj'alu alayhi al-lahma wa yukhammiru al-burmata wa at-tanur. Dhe e mbulonte tenxherën edhe furrën. Idha akhadha minhu, sa herë merrte pra prej tenxherës dhe prej furrës, tha i mbulonte ato. Wa yuqarribu ila ashabihi thumma yanzi'. Pastaj u afronte ushqimin, i gostiste secilin prej tyre vetë me dorën e tij fisnike, alayhi salatu wassalam. Falam yazal yaksiru al-khubza wa yaghrifu hatta shabi'u. Vazhdoi kësaj pra, ti ushqente sahabët e tij derisa u ngopën tha të gjithë. Wa baqiya, edhe tha mbet akoma ushqim. Qala kuli hadha wa ahdi. I tha gruas sime, haje ti ushqimin që ka mbet
edhe atë që mbetet, pasi të sheshti, shpërndajet tek të tjerët. Fa inna an-nasa asabatuhum majaa, sepse njerëzit i ka kapluar një uri e madhe. Shikoni se çfarë ka qenë bereqeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me sa pak ushqim, Allahu normalisht ka ndodhur një mrekulli që do të buronte dhe do të ndodhte vetëm përmes pejgamberisë Muhammed Mustafas me bekimin e Allahut Madhërisëm Gjelle Gjelalu. Pastaj disa prej sahabe kanë pas nevoja për gjatë hapjes së hendekut. Edhe kanë kërku leje, por besimtarët prej sahabeve kur nuk kanë shku me i kry nevojat e tyre pa marrë leje te pejgamberi Allahut. Për dallim prej munafikëve, të cilët shkonin pa marrë leje. Dhe Allahu më njëherë reagoi me ajet Kuranit ku në surën An-Nur Allahu tregon duke thënë innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli. Besimtarët e vërtetë janë ata të cilët kanë besuar Allahun dhe të dërguarin e tij. Wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Dhe sa herë që ata i preokupon ndonjë çështje e përbashkët, pra çështje e kauzës së përgjithshme, ata kur nuk shkonin pa marrë leje nga pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasuli. Ata që po të marrin leje ty o Muhammed, ata janë besimtarë të vërtetë që besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij. Fa idha sta'dhanuka li ba'd sha'nihim fa'adhan liman shi'ta minhum. Në qoftë se dikush prej tyre të kërkon leje, atëherë ti jepi leje atij që dëshiron prej tyre. Wastaghfir lahumullah, edhe kërkoj falje Allahut për ta. Kjo tregon se ka pas përparësi mosmarrja e lejes. Nëse do të duronin, nuk do të merrnin leje, kjo do të ishte më e lavdruar dhe më e pëlqyer për ta. Po në raste të jashtëzakonshme, kanë pas nevojë për diçka, kanë marrë leje dhe e ka pas pejgamberi Allahut të drejtën ekskluzive, kujt dëshiroj me i dhënë leje e kujt jo, për arsye të natyrës së betejës. Dhe ka thënë wastaghfir lahumullah, edhe kërko tek Allahu falje për ta. Inna Allaha ghafurur rahim, padyshim se Allahu është falës i madh dhe është mëshirëplot. Pastaj vazhdon e thot për munafiqët: la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Thirrjen e Muhamedit mos e trajtoni sikur se thirrjen që ju e bëni mes njëri tjetrit. Pra kur ju thret pejgamberi Allahut për diçka, mos mendoni se është e njëjtë sikur se ju e thrisni njëri tjetrin për ndonjë çështje të caktuar. Sepse kjo është thirrje e të dërguarit të Allahut. Nuk është e njeriu të zakonshëm do të rëndomt. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Allahu i di shumë mirë ata prej jush, të cilët po përvidhen tinëzisht. Pra po ikin pa marrë leje nga pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe vazhdon e thot falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Andaj le të kenë kujdes shumë ata të cilët po e kundërshtojnë çështjen e Muhamedit, çështjen e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të mos i godas ata ndonjë telash, apo të mos i kaproj ata ndonjë ndëshkim i dhëmshëm nga ana e Allahut Madhërisëm. Që tregon se çdo kundërshtim i pejgamberit Allahut, qoftë edhe në gjërat që diku janë dukur shumë të lehta, shumë pa përfillshme, konsiderohet kundërshtimi i Allahut dhe rrjedhimisht mund të pasojë me ndonjë ndëshkim të menjëhershëm, qoftë ndonjë sprovë e menjëhershme, ndonjë telash, ndonjë problem, apo me ndonjë ndëshkim të dhëmshëm, Allahu na ruaj. Pastaj mushrikët e Mekës, me gjithë ata lanë që e kishin kriju me qifutët edhe me fisjet arabe, kanë ardhur në hendek. Kur e kanë po hendekun, kanë bet pa tekst. Nuk ja ka marrë mendje se kur s'ka ndodhur tek arabët më u përdor kjo metodë luftarake. Por herë të parë po e shohin. Kanë ardhur 10.000 ushtarë prej tyre, ndërkaq muslimanë kanë qenë vetëm 3.000 prej tyre. Kanë tentuar, s'kan mujt me e kalu hendekun. Përpos një personi që quhej Amr bin Wud el-Amiri. Ky person ka qenë kalor si më i mirë i arabëve. Edhe është quar si trimi më i madh i arabëve. Ky ka thonë unë kam e kalu, edhe më njëherë për një mendje ka kalu. Zbashku me të ka qenë edhe Ikrime ibn Abi Jahl, djali i Abu Jahl, Ikrimja, i cili më vonë bëhet musliman, edhe 3 të tjerë. Diku 5 persona kanë arritur me e kalu, për shkak se kanë qenë kalorë shumë të fuqishëm, hendekun edhe me dal nga ana muslimanëve. Aty i pret Aliu me një grup të muslimanëve, e mbrapa tyre është pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam duke e vëzhguar situatën. Del ky person i quajtur Amr bin Wud, edhe me kënaqëri, me ndjenjësi të madhe thot: "A ka burra që luftojnë me mua? Kush po del në 2 luftime me mua?"
Kretë ja kanë pas frikën se e kanë ditë kush është. Edhe me pas guxim me e pranu me njëherë ftesën e tij ka qenë pak problematike. Por as pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam për shkak të strategjisë luftës nuk po jep leje dikujt me dalë me marr pjesë me të luftu me ta. Aliu po ngritet dhe po thotë ja Rasulullah, unë po dal. Në këtë kohë, në këtë periudhë ka qenë shumë i ri, ka qenë djalë i ri Aliu, radhiyallahu anhu, por trimi i jashtëzakonshëm. Pejgamberi Allahut i thotë, jo Ali, ulo ti. Ai është Amri. A ke parasysh kush është ai? Ai është Amri. Jo që është fiksu pejgamberi Allahut, por nuk ka dashur me humb Aliun, sepse i është nevojit për strategji tjera, për të ardhmen e planeve që i ka pas. Së dyti thot pejgamberi Allahut, kush po del me luftu me Amrin? Aliu thot, unë ja Rasulullah. Thot, ulu o Ali, ai është Amri. Pra për herë tretë thot, kush po del mi anal zonin këtij qafiri? Kush po del mi mbyll gojën këtij qafiri? Aliu thot, unë ja Rasulullah. Thot, o Ali, a din që ky është Amri? Thot, edhe nëse është Amri ja Rasulullah, se kam problemat punë. Atëherë vetë pejgamberi Allahut e merr, ja vendos parzmorën, ja jep shpatën, Dhulfikar që ka pas emrin shpata e Aliut, shpata dy teshe, edhe ja vendos imamen qalmën kokë, e Aliu çka bën? E mbulon fytyrën e tij. Nuk dëshiron me njoft Amri, sepse ka frikë nëse e sheh që është djaliria i spranon me luftu me të. Thot, ma jepni ai burr, mos më jepni fëmijë, mos më jepni djem të ri. Po njëkohësisht edhe nuk dëshiron me njoft për arsye se Ebu Talibi me babën e këtij personi kanë qenë shok ngushtë. Edhe thot, pastaj nuk pranon me luftu me mu. Kur i afrohet, ky e pyeti, thot, kush je ti? Thot, unë jam një prej muslimanëve. Thot, tregom kush je ti. Thot, nuk po du me të tregu kush jam unë. Thot, nëse nuk më tregon, unë nuk luftoj me ty. Thot, unë jam Aliu. Thot, cili Ali? Thot, Ali ibn Ebi Talib. Aliu i biri Ebu Talibit. Thot, unë nuk kam dëshirë ty me të vra. Thot, unë kam dëshirë ty me të vra. Pejgamberi Allahut një hadith tregon, thot, kush del në luftim me Amrin e ka të garantuar xhenetin. Thot, unë kam ty dëshirë me të vra sepse më është premtuar xheneti nëse unë ty të vras. Aliu i thot, kam dëgjuar që në dy luftim ti njërin prej tre kërkesave e pranon gjithsesi. Thot, i kam tre kërkesa për ty. Po të thras që ta pranosh Islamin, edhe të shpëtosh në dynja e në ahiret, edhe të shkosh në xhenet. Thot, unë nuk kam nevojë për atë. Thot, atëherë, po kërkoj për teje që të kthehesh, mos merr pjesë me këta, kthehu në vend, kthehu në shtëpi, në mënyrë që mos më të vra. Thot, po i kërkon Amrit me u kthy trimit më të madh, ky ka qenë jashtëzakonisht kalors i fuqishëm çaq shumë, sa që ky 10 veta, 10 kalors i ka vrarë vet, edhe këtu e ka marrë atë famën më të madhe. Pra, më herë kur i ka ndodhur, kur i kanë dalë diku 10 cuba. Atëherë i thot, nuk më mbetet tjetër vetëm se me të luftu edhe me të vra e me fitu xhenetin. Thot Aliu radhiyallahu anhu, ti je në kali, unë jam kam. Apo zbret me luftu në të dytë? Thot, po, zbres. Edhe ky e kanë pas arab pe gjahillëkit, pe ignorancës, për me tregu se sa trim kalor si është ky, ja kanë prej kam të para kalit vet. Edhe ky merr dhe ja pret kam të para kalit vet. Aliu nervozohet shumë. I vjen shumë keq për këtë gjest që e bani. Edhe me njëherë e sulmon Amrin. Pa Amri shumë i fuqishëm. E sulmon edhe Amri Aliun edhe e godet, por nuk e vret në trup. E godet në parzmore, por edhe në qallë. Dhe kaq Aliu me goditjen e parë që ja bën, ja pret këmbët Amrit. Edhe i thot, si po duket ndjenja me ja prej këmbë dikuj. Pra e merr hakun e kalit. Edhe kur don me i ra me goditjen e fundit, Amri e pshtyn në fytyrë Aliun. Aliu nuk i mshon, nuk e vret. Tërhiqet edhe kthehet prapa. Ai thot, kthehu, mos mblen këtë azab. Vritëm se s'po muj me duru pe dhimbjes. Pas një kohë shumë të shkurt kthehet Aliu edhe i afrohet. Edhe ky i thot, pse u ktheve tash? Thot, u ktheva me të vra. Po pse s'mbrave kur të thash? Thot, nuk të vrava se në momentet kur ti më pshtyn e mu, unë nervozova. Nuk deshta me të vra për egon time. Se unë jam nis me të vra për Allah, si jam nis me të vra për Ali. E u ktheva, u qetësova pak. Nuk deshta që unë egoja ime, me dal para kënaqësisë së Allahut Madhrishëm. E tash u qetësova, u ktheva me të vra për Allahun e Madhrishëm.
edhe e godet, edhe e vret. Këtu gjithë qafirat që marrin pjesë aty të merohen, e ka vra Aliu Amr bin Wid, apo bin Wud el Amiri. Ju bie morali luftarak, sepse këto kanë qenë shumë të rëndësishme. Se çka ka ndodhur pas kësaj, se si është zhvilluar kjo betejë, se çfarë ka ndodhur me mushrikët, çfarë plani, çfarë strategjie ka përdorur pejgamberi Allahut me disa sahabi kundrejt armiqve të tij, do të marrim vesh, do ta kuptojmë inshallah javën e ardhshme.